Vendimi I gjykatës kushtetuese riktheu në fuqi pezullimin nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku pas një ndarje të barabartë të votave midis gjyqtarëve, edhe pse gjykata nuk arriti të vendosë përfundimisht mbi konfliktin e kompetencave mes qeverisë dhe GJK-s, ligji përcakton që kërkesa e kryeministrit për rrëzimin e pezullimit të Ballukut quhet e refuzuar kur votat ndahen 4-4. Ky zhvillim ligjor hap mundësinë që kuvendi të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit dhe ministres dhe marrjen e masave të tjera të sigurisë ligjore. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi shkroi se pas mbledhjes së Këshillit të Imunitetit duhet kaloj kërkesa e SPAK-ut për votim në seancën plenare të së njëjtës. I bëi thirrje kryetarit të kuvendit të njoftojë menjëherë mbledhjen urgjente të hënën të Këshillit të Mandateve dhe përfshirjen të enjte në seancën plenare të kërkesës për dhënien e autorizimit për heqjen e imunitetit për ish-zëvendës kryeministren dhe ish-ministren Belinda Balluku. Opozita reagoi gjithashtu në blok, duke hedhur akuza ndaj mazhorancës se është kthyer në pengesë për drejtësinë. Mazhoranca u kthye në mburoj politike duke refuzuar të zbatojë një vendim të një gjykate kundër korrupsionit. Sot, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, nuk ka më asnjë justifikim. Vendimi mund të jetë procedurial, por detyrimi për të zbatuar ligjin është politik dhe moral. Belinda Balluku vazhdon të jetë përfshirë në hetime të ndryshme, përfshirë tenderin e tunelit të Llogaras, Unazën e Madhe dhe procedurat të tjera tenderuese, duke bërë që shqyrtimi I imunitetit të saj të ketë rëndësi të madhe për zbatimin e ligjit.